Sheshi qendror i qytetit të Memaliet u shndërrua në një skenë të madhe të traditës shqiptare, ku u zhvillua edicioni i tretë i festivalit folklorik mbarkombëtar Jehona e Vjosës. Grupe artistike nga Shqipëria dhe trojet shqiptare sollën në këtë festival këngët, vallet dhe traditat më të bukura të krahinave që përfaqësonin. Në ritmet e muzikës popullore, publiku pati mundësinë të shijojë pasurinë e folklorit shqiptar, veshje tradicionale shumëngjyrëshe dhe interpretimet me instrumente karakteristike, duke krijuar një atmosferë festive dhe emocionuese. Jehona e Vjosës vjen si një urë që lidh kulturën, zakonet dhe trashëgiminë shpirtërore të shqiptarëve, duke i dhënë Memaliet një mbrëmje të mbushur me art, identitet dhe krenari kombëtare. Në brigjet e lumit Vjos, që prej shekuish ka bashkuar njerëz dhe krahina, u rikthyen edhe një herë baladat, vallet dhe këngët që kanë kaluar brez pas brezi, duke dëshmuar se tradita vazhdon të jetojë përmes artistëve dhe brezit të ri. Në kulmin e sezonit veror, festivali solli një atmosferë të veçantë për qytetin, duke tërhequr qindra qytetarë dhe vizitorë që ndoqën me interes performancat në skenë. Çdo grup artistik u duartrokit për interpretimin dhe autenticitetin që solli para publikut. Në përfundim të festivalit, organizatorët dhe juria e ngritur posaçërisht për këtë aktivitet vlerësuan me çmime dhe certifikata grupet pjesëmarrëse, duke nderuar performancat më të spikatura dhe kontributin e tyre në ruajtjen dhe promovimin e folklorit shqiptar. Festivali Jehona e Vjosës po kthehet tashmë në një traditë të rëndësishme kulturore, duke vendosur Memaliejin në hartën e aktiviteteve më përfaqësuese të trashëgimisë son kombëtare.